PDK ku ka nda dy grupe. Orahni Smoli, si pas ka vetë heq PDK në kryesien e PDK-s me bon koalicion me përparim Ramën, edhe këtat PDK-s të ku kanë bon nervoz haj me det haj. Ta është të lypna për Prishtinë. Inshallah nuk e rajhin se e këpusin ta. Thash, haj, edhe këtat PDK-s tash më da, në tjetërën non, ky përparim Rama, edhe ky e dojti në 3-4 vena LDK-n. Ky tjetri e dojti në 2 vena PDK-n. Ku janë ka shkojnë më këta të pozitës kështu? E qysh po mënojnë me fitu me Albin Kingun, qysh të përqa me të nda me pa vetë kërkan heqe, pa pas kryetare, pa pas sekretare, pa pas lidere. Ka dëni me shku mërë në këtë zjedhe. Mone marë, belit pakten më shpresoni. E di që nuk shpresoni, as nuk menoni që keni me fitu kur, veç adhe keni fjalla për televizoret të kota ashtu, se dini jo shumë mirë që as nuk fitoni, as jo mos rafshi prej. Po më akuzojnë tatë PDK-s, po thonë, pse deputet për i thu hajna PDK-s. O, pasha një zot nuk jam të i thonë në hajna, po këta vetë për pranojnë që janë hajna. Veç nga ne, se unë s'pe tham kur gjonve... Po s'ka marrë, po unë po tham që po, a më hova, unë i ka marrë. Që? Po si ka marrë 8 milion. Sa i keni marrë? Po problemi, janë shkru me ato, nga ne. Pa keni marrë i para? Po s'po du, po mërë që s'ka marrë, po unë po tham që po, a më hova, unë i ka marrë. Po si ka marrë 8 milion. Sa i keni marrë? Po problemi, janë shkru me ato, merët pse duhet mbajtur sekret, zot Janiti? Pse duhet mbajtur sekret? Po mirë dhe për juve s'duhet. A pënine, po thët po si ku morë 8 milion, tasha i ka morë ma shumë se 8 milion, ama pak se 8 milion, nuk e di, ama me morë i ka morë, se për pranon vetë. E tash vjen njerë më shkun, thët pse për thu hojnë a këtyne të PDK-s. Pa i vetë për pranon që është hajnë, nësë për thamë, veç për që zonin, edhe për thamë ngëne, kush është hajni? Kë vetë e ka pranu. Unë s'pe thamë, kur gjo? Kë vetë për thëtë po i ku morë, po jo 8 milion, nështë a i ka morë 2 majta, 5 majta, 20, 30, ato nuk e di unë, po me morë ka morë. E thë tash, nuk më thonë nën të rejës tina. Se, që ka me thonë, që farem një ka kë, kur e pranan vetë në studio, e pranan thëtë po ku morë. Tash, që ka me i bon juve PDK-s? Ramush 2 zgjidhe i ki për me kalu pragun, vetëm i 2 opcione i ki. Njona është opcioni numër 1 që minal që ta otë bashat me të livduna për televizione si Berati, Batuni, e shumë do Mirena, do që si Gërnaqa, shkëpëdio e emna për javë haraj, e do të menalë se mos harros se gjinja njeri normal nuk mundet me bajt Baton Haxhiun të t'livdu të ashty. Atin se është një farë krimi i ronë me dal Baton Haxhiu, Vebe Kajtazi e Berat Buzhala me të mbrojt ty. Qëta do të me thonë stop, nali, nuk keni nevoj hesh me folë për mu. E dyta është djetë. Qka mu mësh me bo një koalicion me Ramiz Ladrovcin, sa dha i ka një 10.000, 12.000 vota i ka, edhe te ki një 35.000, 40.000, ban me zërë diqysh, edhe ka përcen pragun. Ndash zjedha ato, ndash këto, që se nuk i merë që të 2 opcione parasysh, pragun po të garantoj që s'ki me mujt me kalu. Jo përshëndes krejtve, kaloni mirë, deri në videon tjetër. Ku kanë bon bashk PDK-a LDK-a në Prishtinë. Thash normal, hajna gjithë kur vje puna, për më bo bashk, ta sahura bon bashk, pra i një këta të rrynë, ta të shkynë. Gjithë mund një gjonë bashk këta. Edhe pse thaj ke njone, jo PDK-a në ka vraja, PDK-a thaj ke LDK-s, jo ju në keni vra, jo përran, jo s'përran, jo njena e knena. Kur vje puna për hajnë një këta, në 12 natës, në Zanzibar këta bojnë marveshe. Hesh nuk e kanë problemin. Po desha, para se me dalë me një komunikatat LDK-s, desha me thonë LDK-s,
ngon e mirë që të video se përpështimin e LDK-s është e vetmja mënyrë që LDK me hinë në listë të Albin Kurtit, me propozu 5 kandidat prej LDK-s me hinë në listë me vetëvendosen, në që se nuk dojnë me ra prej pragut. Për ndryshe këta veç marrun si parti. Jo baj thire edhe tjerve që janë LDK, mos e votani LDK-n, se LDK-s ke shkojnë votat të PDK-ja. Adin, mos baj bodal me votu. Jo ta kës njejt, votani vetëvendosin direkt ma mirë, mos e hop një votën. Këtë të limës që ashtu, votani direkt nena, ka është shumica e popullit, mos mashtroj me votu e me hub votën këtë. Kjo është me hub, më qunë me nxes me shku me votu këtë. Votu Albin Kingun, së kur këtë bota. Ndash me shku vota jote në vend. Mos voto të poshte përpjet, më të janë vota jote, jo sot PDK, jo nesër LDK, jo ne, jo ne. Pas ka bon buj shumë intervista Hashim Thaqit të Blendi Fevziut atje në Shqipni. Po nuk e di a vrejt edhe jo sukurone që këtë intervista është e bonën me ChatGPT edhe është një mashtrim i flisht i Blendi Fevziut që ka bon shqiptarëve të Kosovës. Sa ajo është mashtrus ordiner, ajo është hajni maj madhe Shqipnis. Vesh nuk moni më thonë që to janë fjallë të Hashim Thaqit, se ai nuk folë si Korçës, ai folë si Brojës. Nga në vesh pak. Thaqit, cilat kanë qenë momentet më të vështira të këtyre 5 viteve e ca në izolim? Janë momente dhe ngjarje të paimagjinueshme për realitetin e sotëm evropian. Do të flisja me ëndje, më konkretisht, por rrethanat kufizuese nuk më lejojnë. Më 4 nëntor 2020, me të mbritur në presidencë protokolli i zyrës më informoi se autoritetet ndërkombëtare po kërkonin takim me mua të pasdite. Arrestimet nga DSK-ja kishin filluar. Koha e drekës kaloi shpejt. Aksioni ende vazhdonte. Me informuan në më datë 26 tetor është... Çka me thonë? Kujtja mërmenja që kjo është intervista e dhomën e Hashim Thaqit, janë përgjigjet e Hashim Thaqit. To janë përgjigjet ChatGPT-s. Kjo është mashtrimi i radhës para fushatës Blendi Fevziut, Baton Haxhiut, ky tjetri, ky farë shpiun Utbashi, Berat Buzhala, Qësila Pera. Këto janë mashtrime që po mundohen me mashtru popullin, të më thonë, e pse ata 3 tjertë nuk po mundin me dhonë intervista kur, ky që 2 herë po jep intervist, njerë ka dhonë atina të pejes, atina në Klan Serbia që kam në Kelmendi, djallit të Utbashit me ChatGPT njejt, tash e pas ka dhonë edhe të ky, gjithë para fushatës, për bjen atina me dhonë intervist, e Jakupi, ata tjertë, Kadria, ata s'mujnë me dhonë intervist veç kë. Lene mërë të rena këto mashtrime, këtë janë mashtrime o burë. Pa ka njëre që të besën që janë fjallë të Hashim Thaqit që ato të shkru me që ato. Ato janë fjallë ChatGPT-s. S'moni me thonë që dikush është e vërtet që kjo intervistet e tina. Të janë rena, të janë mashtrime me mashtru, me këqyr, me ngrit pak për dykën. Po me rena nuk ngritet. Ka të keni, nuk shkon, rana nuk shkon. Nese, kush don me besu, beson, po unë nuk besoj. I kam dëni pa me LDK-n, e jo thesha më se votani LDK-n, se këtë votat e juja shkojnë të PDK-a, o qarqin, ja ti s'din kur gjon, ja ti anena, ja ti knena, ja ti e me Albinin, se shamone brem, se po më doket se shumë pëmbrojnë, ma shumë pëmbrojnë PDK-n se LDK-n, e nejse përlau me që kem në zanat, po jo më prish me zveti, po kështu adin në debat politik, edhe pas ka ordita, tash nuk e di që shnien, në ashta më thiren, ma vënë më kalzojnë, veç votat e tyne po shkojnë të PDK-ja, e po më vjen keq që pi hupin që ato vota se. Po nuk votohet LDK-ja me shku votat e PDK-ja. Ma mirë votohet Albinin direkt, se kishe pe voton LDK-n, e në tjetër non shkon të PDK-ja.
qysh pas ka shku në Prishtinë, tash e keni pa krejt, tash kryetari i Prishtinës i PDK-s. Çka me bon? Qështu desat binin zërë, që atëherë keni me mush me një të LDK-s.